Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona janë si gjithmonë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrinë e njerëzimit Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshem. Lumturia dhe kënaqësia shpirtërore janë të varura për tipareve për të cilat dallon njeriu. Pra, jo detyrimisht janë të lidhura me rrethanat dhe kushtet. Ne gjejmë njeri të varfër, por të lumtur, të pasur, por të mirë. Lumturia është koncept që lidhet me vlerat dhe shpirtgjerësinë e njeriu. Prandaj feja kaq shumë i kushton rëndësi vlerave dhe virtyteve. Në tekstet e shumta fetare ne gjejmë thirrje të cilat na bëhen që t'i përvetsojmë këto vlera. Sigur që gjejmë dhe shumë porosi dhe këshilla që na thrasin të shmangemi nga çdo antivlerë, të ikim, të largohemi nga tiparet të cilat i rrënojnë vlerat. Ne sot me lejen Allah te bareke ve taala, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, para jush do të prezantojmë 5 këshilla të një dietari të madh, të një burri të madh të këtij umeti, të Ahnef bin Kajsit, të cilat na i shpërfaqin, na i shpalosin, na i demaskojnë disa antivlera që ne duhet t'i shmangim në mënyrë që t'jemi prej besimtarëve të ruajtur dhe të afërt me fejnë Allahut te bareke wa taala. Ahnef bin Kajsi, Allahu pasmëshiruar, ka thënë kësaj: gënjeshtari nuk ka burrëri, ziliqari nuk gjen qetësi, kopraci nuk nje shoqëri, ai që ka moral të keq nuk mund të udhëheq, dhe i padurueshmi nuk ka vëllazëri. Pra, janë këto 5 këshilla të Ahnefit, të cilat, siç do të vrej me lejen Allah te bareke ve taala, kanë një rëndësi të veçantë për faktin se sillen rreth disa antivlerave që ndoshta mund të na duken jo shumë të rrezikshme, jo shumë me pasoja, ndërsa në fakt ato kanë fuqi destruktive, fuqi shkatërruese, kanë potencial të madh shkatërrues, aq sa mund të shkatërrojnë njeriu dhe ai të mos e vrej fare. Para se t'i shpjegojmë këto, siç edhe kemi bërë tradit me lejen Allah te bareke ve taala, ne do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër biografike të autorit të këtyre thënieve të Ahnefit, në mënyrë që ta njohim pak më shumë. Sigurisht se Ahnef është prej brezave të parë dhe për këtë arsye për të është shkruar shumë. Është shkruar në burime të ndryshme, ndërsa ne për këtë përmbledhje që do ta prezantojmë para jush, i jemi referuar enciklopedisë Imam Dhahabiut, Sira Alamin Nubala, pjesë prej së cilës me lejen Allah te bareke ve taala do të shkpusim. Ahnef bin Kajsi ka lindur diku 20 vite para hijretit. Njihet me këtë emër, ndryshe emrin e vërtet e ka Dahak. E ka pranuar Islamin në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por nuk ka pasur fatin që të takonte atë, prandaj dhe nuk e gëzon epitetin e të qenit sahabi. Ka ardhur dhe është takuar me Omerin radiallahu anhum, prej tij ka marrë dije edhe prej emrave të mëdhenj të sahabeve, prej Othmanit, prej Aliut, prej Abdullah ibn Mesudit, prej Abdullah ibn Abbasit dhe të tjerëve. Pra, është edukuar në frymën profetike, është edukuar nga ata që kanë qenë nxënësit më dalluar të shkollës profetike, nga sahabet më të mëdhenj. Prandaj dhe nuk është çudi që ne ta gjejmë si një emër të besueshëm, si një autoritet, si një referencë të dalluar. Prej tij kanë marrë dije emra të shumë,
do të veçoja vetëm sa për ilustrim një emër që është vërtet i njohur, është fjala për Hasan Basriun, dietarin dhe asketin e madh, i cili ka qenë zënës i Ahnefit. Ahnefi ka qenë edhe komandant ushtarak. Është vlerësuar në gradat më të larta për vlerat dhe tiparet. Ijli ka thënë se Ahnefi është njeri besueshëm. Omeri radiallahu anhu e kishte ndalë për një vit në Medinë që të testonte dhe pasi që e kishte parë se kishte vlera, kishte thënë ky vërtet që është zotëri. Ajo që e kishte bërë Omerin, Allah qoftë i kënaqur me të testonte këtë burr të madh, ka të bëjë me një fakt për cilin dallonte Ahnefi. Ahnefi ishte shumë eloquent, pra ishte i rrjedhshëm në të folur dhe kishte aftësi që të artikulonte mendimet dhe të shprehej në atë mënyrë që tjerët nuk mund ta bënin. Në fe ka një hadith i cili flet për tiparet e disa hipokritëve që janë llafazan, që flasin shumë, që mund të artikulojnë gjërat në kuptimin gjuhësor bukur, por që kuptohet se në brendësi janë të thata. Prandaj nga frika se Ahnefi mund të ishte i tillë, Omeri radiallahu anhu e kishte testuar dhe pas një viti të tërë, kur kishte parë se vërtet ky burr ishte tamam me plot kuptimin e fjalës një besimtar i devotshëm, kishte thënë se ky njeri është i besueshëm. Dhe nuk kishte mjaftuar me kaq, Omeri radiallahu anhu kishte porositur edhe vartësit e tij, Ebu Musain, Allah qoftë i kënaqur me të më saktësisht, e kishte porositur që t'i kushtonte vëmendje të veçantë Ahnefit, të afronte dhe të konsultonte për shkak të dijes dhe vlerave që kishte. Është interesante, nderuar vëllezër, se Ahnefi kishte probleme të shumta fizike. Quhej Ahnef, për këtyre në Shqip i bie si njeri shtrembër, pra kishte këmbët e deformuara, kishte problem me shikimin, mirë po këto nuk kishin ndikuar që personaliteti i tij të ulej. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allah nuk shikon trupat, nuk i shikon fizionomitë tuaja, por i shikon zemrat tuaja. Dhe kjo është ilustruar më së miri në personalitetin e Ahnefit, i cili përkundër atyre problemeve fizike, kishte arritur që dallohej për shkak të vlerave, trimërisë, burrërisë, bujarisë, për shkak të dijes dhe besimit. Ai agjeronte shumë. Agjeronte shumë atësa kur kishte arritur një moshë të shtyrë, dikush i kishte thënë se tani po e mundon pak sa vetëm, pra është plakur dhe duhet kujdeset për shëndetin e tij, ndërsa Ahnefi kishte thënë kësaj rrugtimi është i gjatë për tek Allahu te bareke ve teala, prandaj na duhet që për këtë udhtim të përgatitemi më së miri. Ahnefi kishte një praktik interesante, të cilën shumë prej nesh e shpërfillin, ndërsa do të kishte ndikim dhe impakt të madh edukativ. Ndonjëherë e vendoste dorën mbi qiri, mbi flakën e qiririt. Dhe kur e përjetonte atë nxehtësinë e flakës, fillonte që ta merrte veten në llogari, ta pyeste veten dhe thoshte: "Hë pra Ahnef, tani çfarë do thuash për këtë vepër që ke bërë? Çfarë do thuash për atë vepër që ke bërë?" Pra ishte për atyre besimtarëve jo i vetmi, nga se shembuj të tillë nga brezat e parë vërtet ka shumë që e kanë marrë veten e tyre në llogari në këtë formë, në mënyrë që të kenë një vetëpërmbajtje shembullore, të kenë një kujdes të madh ndaj mëkateve, në mënyrë që të mos bien asgjë prej tyre. Ahnefi lutej e thoshte kësaj: "Allahu im, ti nëse më fal, je i denjë që të falësh, dhe nëse më ndëshkon,
ti je i den që ndëshkosh. Pra, e lustë Allahun te bareke ve teala dhe në të gjitha rastet, nëse falte Allahu te bareke ve teala, shprehte mirënjohjen e thellë për të. E nëse ndëshkonte për mëkatet, ai e pranonte gabimin dhe thoshte se Allahu ndëshkon vetëm me drejtsinë e tij. Prandaj edhe kur fal është i denj, por edhe kur ndëshkon është i denj, sepse nëse falim mëshirën e tij, Allahu ndëshkon me drejtsinë e tij. Hanefi për 40 vite, siç përmendëm, kishte probleme shëndetësore. Për 40 vite e kishte humbur njërin sy dhe kishte thënë se kur asnjëherë të vetme askujt nuk ishte ankuar për këtë gjë. Pra, ajo me të cilën e ka sprovuar Allahu te bareke ve teala, dhe po e përmend sërish se tek të parët tanë shembuj të këtill, pra që kanë qenë shumë të afërt me Allahun te bareke ve teala, që madje edhe sprovat i kanë përjetuar si mirësi, ka shumë. Dhe Hanefi këtë që Allah ka sprovuar me të, nuk e llogariste për bela ose diçka keqe, ose e llogariste për një caktim të Allahut te bareke ve teala, me të cilin kishte pajtuar dhe për të cilin absolutisht nuk janë kohëj askujt përveç Allahut te bareke ve teala. Ishte shumë i ruajtur. Kishte një personalitet që e bënte vërtet veçantë. Thoshte, dalloj për 3 gjëra të cilat po a përmend jo për ta vlerësuar veten time, jo për ta ngritur veten time, por thjesht që ju të merrni mësim. E para, kur nuk kam shkuar tek porta e një pushtetari, vetëm se nëse jam thirrë. Të parët tanë është interesante që raportet me pushtetin i kanë ndërtuar në distancë. Ne kemi përmendur në këtë seri edhe në takimet tona tjera rastin e imamit të madh Ebu Hanifes, i cili ka thënë që në raport me pushtetarin qëndrojmë sikur në raport me zjarrin. Nëse afrohemi, digjemi. Nëse largohemi, kemi të ftoftë. Pra, mërdhim. Andaj duhet që ta kemi një distancë nga e cila as nuk digjemi, por as nuk jemi të shkëputur tërësisht. E dyta thoshte se kur nuk kam hyrë në mesin e 2 vetave, përveç se nëse më kanë thirrë. Nuk është etike që nëse janë 2 veta të shkosh dhe të hysh në mesin e tyre dhe ti pengosh. Dhe treta thoshte se kur nuk më ka ndodhur që dikush që ka qenë ulur me mua dhe është quar nga mexhlisi, ta përmendi për të keq pasi që është quar. Pra, nuk ka përgojuar askën, nuk ka marrë për gojë askën, e ka ruajtur veten e tij. Dikush i kishte thënë një ditë Hanefit se nëse ti ma thua mua vetëm një fjalë, unë do t'i them 10 të tilla. Pra, do të dëgjosh prej meje ditë që do të bëj të ndihesh keq dhe për një fjalë të vetme, unë do t'i them 10 të rënda. Hanefi tham, edhe nëse mi thua 10, unë për Zotin nuk do të them as edhe një fjalë të vetme. Në fakt, prej atyre tipareve, ose do të thosha më mirë, krye tipareve të Hanefit ka qenë edhe butësia. Prandaj edhe në këtë rast e ka dëshmuar se pavarësisht provokimeve, pavarësisht atyre njerëzve që mund të nxisin për polemika, për zënka, për fjalosje, Hanefi ka qenë i durueshëm, ka qenë i përmbajtur dhe i është shmangur sa më shumë provokimeve. Urrente që në takimet e tij të bëheshin muhabetet të ulta, pra që të ziheshin e gojë gratë, ose të flitej për ushqim, ose thoshte mua nuk më pëlqejnë ata njerëz që nuk kanë gajle tjera përveç barkut dhe grave. Pra, ata që thjesht nuk interesohen për tjetër vetëm se për ushqim dhe për gra. Nuk janë njerëz të denjë që meritojnë që në takimet e tij ata të zënë vend dhe të bëjnë muhabetet të këtilla. Hanefi ka vdekur në vitin 67 sipas hijretit. Allahu e pas mëshiruar atë dhe e pas bashkuar me shpirtrat e atyre me të cilët
Allahu është i kënaqur. Kjo është një përmbledhje biografike e Ahnefit, ndërsa ne në vazhdim të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, do të mundohemi që në mënyrë të përmbledhur të shkëlqisim këto këshilla të bukura që Ahnefi i ka dhënë dhe të cilat janë vërtet rëndësishme. Këshilla e parë e Ahnefit ka të bëjë me gënjeshtrën, pra me ikjen nga gënjeshtra. Largohuni nga gënjeshtari sepse gënjeshtari nuk ka burrëri. Ahnefi i ka dhënë këto këshilla në kontekst të parave që ne duhet t'i shmangim në mënyrë që t'jemi besimtar të dalluar, t'jemi besimtar të devotshëm, besimtar të veçuar. Ka filluar me gënjeshtrën, e cila është vërtet e rrezikshme. Gënjeshtra është për atyre tipareve që besimtari duhet ta ketë rrezikun e saj parasysh dhe edhe ta shmangë atë, por edhe të shmangë gënjeshtarët, sepse gënjeshtarët nuk kanë burrëri. Gënjeshtari është njeriu i cili trason një rrugë në cilën bëhet zhveshja e njeriut nga vlera. Gënjeshtra është rrugë e cila trasohet për të zhveshur nga çdo vlerë, nga çdo virtyt, nga çdo tipar. Dhe dëshmi për këtë kemi fjalën e dërguarit të Allahut, Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë kësaj: "Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar." Vërtet, gënjeshtra çon në fujur, në mëkate, në zhveshje prej moralit të mirë, në zhveshje prej sjelljeve të mira. Dhe fujuri, mëkatet, zhveshja nga morali, çojnë në zjarrin e xhehenemit. Pra, si thua, gënjeshtra është një rrugë që fillimisht e zhvesh njeriu nga vlerat, e pastaj e shpije në zjarrin e xhehenemit. Gënjeshtra është prej atyre tipareve të cila vërtet ka një dëm të madh ndaj njeriu. Është si thua një lloj thike me dy tehan që në të dyja rastet e godet vetë gënjeshtarin. Disa autorë kanë përmendur se gënjeshtari, përveç që nuk pranohet në mesin e të tjerëve për shkak të gënjeshtrës, autorët kanë përmendur se gënjeshtari është një njeri i cili nuk pranohet nga të tjerët, për shkak se njihet për gënjeshtrat e tij, por që nuk ka as besim në të tjerët, nga se me gjas i mendon edhe të tjerët sikur vetë. Pra, është dikush që ka humbur besimin në të dyja rastet. Gënjeshtra është e rrezikshme sepse është rrugë sistem që e zhvesh njeriu nga vlerat, dhe kur njeriu fillon të gënjej, pastaj do të gënjen edhe ndaj Allahut, edhe ndaj dërguarit të tij, dhe do të gënjej që në një farë forme ti tërheq njerëzit ka vetja e tij. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Mjerë për atë njeri i cili gënjen në mënyrë që t'i bëj të tjerët të qeshin." Për këtë arsye, besimtari, si qëndron në tekste fetare, mund të paramendohet si mëkatar, pra mund që bëj edhe ai mëkate, mirë po nuk paramendohet që të gënjej. Për shkak se, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, prej atyre shenjave treguese të hipokritit është edhe gënjeshtra. Prandaj besimi dhe hipokrizia nuk mund të bashkohen, dhe gënjeshtra dhe personaliteti i besimtarit nuk mund të bëhen bashkë. Këtu po bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish qendroni me ne. Ja, u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e dietarit ton, e Ahnef bin Kajsit, Allahu e pastë mëshiruar. Në pjesën e parë, përveç biografisë, ne përmendëm edhe këshillën e parë që ka të bëjë me largimin nga gënjeshtari, sepse gënjeshtari është një njeri i cili nuk ka burrëri.
Këshilla e dytë e Hanefit është që ne të largohemi nga ziliqari, nga se ziliqari është një njeri cili nuk gjen qetësinë. Zilija është të jetë rrezikshme, është prej atyre sëmundjeve që sëmundjeve shpirtërore që kanë pasoja tejkaluese, pra që prekin pasojat e saj prekin edhe të tjerët, prandaj dietarët kanë përmendur se nga zilija vjen mësyshe, dhe mësyshe, siç ka thënë edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, walau kana shay'un sabiqa al-qadara sabaqathu al-ayn, sikur të kishte ditë që do t'ja paraprinte kaderit, do t'ishte pikërisht mësyshe që vjen nga zilija. Jo rastësisht Allahu te bareke ve teala ka përzgjedhur që në Kur'anin famadh, në ato kaptinat mbrojtëse dhe shëruese, përmend edhe ruajtjen ose kërkimin e mbrojtjes tek Allahu nga zilija wa min sharri hasidin dhe hasad, dhe kërkoj mbrojtjen tënde Zoti im nga sherri, nga e liga, nga e keqja e ziliqarit kur bën zili. Zilija është një gjendje brendshme, e cila në të vërtetë e djeg njeriu, e cila ja djeg ato të mirat që ai ka dhe e shndron në një lloj krijese monstruoze, në një lloj përbindshme. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Iyakum wal hasad, fa innahu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab." Thënë, kujdes nga zilija, sepse zilija i shkatron të mirat, ashtu si zjarri i djeg drynë. Pra zilija ka këtë fuqinë shkatruese të mirave, ashtu siç zjarri i djeg dhe i shndron drynt në hi. Është se zilija i ngjan helmet, dhe njeriu i cili ka zili është në një farë forme sikur ai gjarpri i cili ka helmin brenda tij, pra shndron, e transformon në një krijesë të frikshme, në një krijesë monstruoze, e cila i bën të tjerët që të kenë frikë prej tij. Prandaj ziliqari është një njeri i cili ka një smundje që mbase tek disa shihet edhe e pashërueshme. Zilija është prej atyre smundjeve që sipas disave është edhe e pashërueshme, dhe jo më kot sahabiu nderuar Muaviu, Allahu të qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Unë të gjithë njerëzit mund t'i bëj të kënaqur, përveç atij që ka zili, sepse ai kënaqet vetëm në një rast, kur e sheh tjetrin tek privohet nga e mira." Zilija në të vërtetë është e tillë, nga se pra është mkati urryer, është antivlerë, për faktin se nënkupton mos pajtim me ndarjen e Allahut te bareke ve teala. Përmendet se Abdullah ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, ju ka thënë besimtarve: mos i armiqësoni mirësitë e Allahut. Pra mos keni qëndrim armiqësor kashi të mirave të Allahut. E pyetën si mund ndodh që dikush të ketë qëndrim armiqësor kashi të mirave të Allahut. Atëherë Abdullahu, Allah qoftë i kënaqur me të, thamë: "Alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih." Ndodh nga se disa njerëz i xhelozojnë të tjerët, ua kanë zili për të mirat që Allahu te bareke ve teala u ka dhënë atyre. Pra në farforme, ai që ka zili dikë për një të mirë që e ka, ai në fakt nuk është duke pajtuar edhe me atë që Allahu te bareke ve teala e ka ndarë për të. Këshilla tjetër e Hanefit është që të mos e shoqërojmë kooperacion, ose të largohemi nga kooperacia, sepse kooperacia nuk një shoqëri.
Siç e dim, në aspektin fetar, shoqëria nuk është slogan, nuk është parolë, por është besim. Dhe si besimtar, ne jemi të urdhëruar që me të tjerët të ndajmë edhe gjërat materiale. Pra përveç mirësjelljes, përveç atij aspektit moral, ne duhet që kemi edhe solidaritet material, t'ju ndihmojmë të tjerëve, t'ju japim të tjerëve, të jemi krah dhe të jemi pranë të tjerëve. Diçka që një ziliçar, një kooperac, më falni, e bën të jetë në ankth dhe në stres. Ai nuk e mendon kur se duhet të ndaj pasurinë me të tjerët. Madje ai është njeri i mirë, atësa as për veten e tij nuk shpenzon. Siç është në kooperaci, është njeriu i cili e mbledh pasurinë, por jo për vete. E mbledh për të tjerët. Pra ai nuk e harxhon për vete, nuk kënaqet me të për vete. Ai e mbledh, e grumbullon, i mbetet ajo trashëgimit të tjerëve, ndërsa i xhori do të jep llogari për të para Allahut te bareke ve teala. Prandaj ne në Kur'anin famall gjejmë që kooperacia është prej atyre cilësive vetive të urryera që nuk kanë të bëjnë asgjë me të mirën. Allahu ka thënë: "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli huwa khairun lahum." Le të mos mendojnë ata që janë duke bërë kooperaci me të mirat që Zoti ju ka dhënë se është në të mirën e tyre. Përkundrazi, bel huwa sharrun lahum, ajo është në dëm të tyre dhe ata do të ndëshkohen për të. Pra, kooperacia është antivlerë, është diç për cilën njeriu edhe do të ndëshkohet tek Allahu te bareke ve teala. Kooperacia llogaritet prej atyre smundjeve më të vështira, më të neveritshme, prej atyre smundjeve shpirtërore që e njollosin zemrën, e kalbin zemrën, për atyre smundjeve që nga vetë Muhamedi a.s. është cilësuar si smundja më e shëmtuar. Ka thënë Muhamedi a.s. "Wa ayyu da'in adwa min al-bukhl." E ku ka smundje më të shëmtuar, më të rënë, më të vështirë se sa kooperacia. Pra, ai që është sprovuar me kooperaci, le ta di se në vërtet është sprovuar me një smundje të rëndë, me një smundje të rrallë, me një smundje të keqe, e cila ka pasoja të jetë mëdha. Dikush një ditë i foli Muhamedit a.s. për një grua e cila agjeronte dhe falej. Mirë po që ishte kooperace. Muhamedi a.s. e tha një fjalë që është vërtet e frikshme. Tha: "E çfarë të mire pas ka jo?" Pra në qoftë se është falë për vetën e saj, ka xheruar për vetën e saj. Ndarje pasurisë me të tjerët flet për vlerat tona, nga se kësaj ne po e shfaqim edhe besimin, po japim atë që është e dhimbshme, po interesohemi për tjerët, po tregojmë sa jemi pjesë aktive e shoqërisë. Prandaj kur dikush nuk e ka këtë dimension në personalitetin e tij, kur dikush nuk është i dobishëm për tjerët, ai në fakt nuk ka as të mira. Prandaj Muhamedi a.s. tha: "E çfarë të mire pas ka kjo grua në qoftë se është kooperace?" Pra kooperacia është si thua është një lloj petku i cili edhe atyre të mirave të shumta ju vën një hije të zezë, i shëmton, i bën që duken të shëmtuara. Motra e Omer bin Abdulazizit, do thosha halifes së drejtë, atij që njihet për drejtësinë e tij, zonja e quajtur Ummu Benin ka thënë kësaj: "Uffin lil bukhl." Mjerë për kooperacinë sa e shëmtuar që është. "Law kana al-bukhlu qamisan ma labistu, wa law kana tariqan ma salaktu." Sikur kooperacia të ishte rrobë,
nuk do ta vishja kurrë. Dhe sikur kooperacia të ishte rrugë, nuk do ta trasoja kurrë, nuk do të ecja kurrë në të. E dini pse? Për arsye se kooperaci është njeriu i cili çdo mëngjes të vetëm, çdo ditë të vetme, i ekspozon veten e tij lutjeve që bëjnë melekët kundër tij. Pejgamberi alayhis salatu wassalam më ka thënë që çdo mëngjes melekët luten për atë që jep dhe luten kundër atij që nuk jep. Pra ai që është kooperac dhe bën kooperaci me pasurinë e tij, ai duhet të di se lutjet e engjëjve, lutjet e melekëve janë kundër tij. Njëri prej dietarëve, Shabiu, i përket brezave të parë, ka thënë, unë për vete nuk di se cila prej dy tipareve do t'jetë më thellë në zjarrin e xhenemit, gënjeshtra apo kooperacia. Këshilla tjetër e Ahnefit, Allahu e pastë mëshiruar, është që ne të largohemi nga moral prishuri, nga ai që nuk ka moral të mirë, sepse kush është i tillë, ai nuk mund të udhëheqë. Pra nuk mund të jesh një personalitet, nuk mund të jesh një figurë unifikuese, nuk mund të jesh një lider, nëse dallohesh për sjellje dhe moral të keq. Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft, ka thënë se morali keq, sjellja e keqe, i ka 4 shtylla mbi të cilat ndërtohet. E para e ka ignorancën, e dyta e ka padrejtësinë, e treta e ka epshin, dhe e katërta e ka zemrimin. Pra janë këto 4 tipare që në një farë forme e formsojnë moralin e keq, janë baza e tij, janë brumi i tij, dhe siç mund të shohim që të gjitha janë të urryera dhe të përbuzura. Fudajli, Allahu e mëshiroft, ka thënë, mos gabo që të shoqërohesh me njeriu që ka moral të keq, sepse ai nuk thret në punë të hajrit. Ai thret vetëm në mëkate dhe në të këqija. Është interesante se të parët tanë tek brezat e hershëm, veçmas tek 3 gjeneratat e para, morali është përshkruar si kryefjalë, si kryevlerë, si kryetipar, i cili ka një rëndësi teje të madhe. Sikur që edhe morali i keq është përshkruar si një lloj kryefjale e veprave dhe të ligave cilat mund t'i bëj njeriu. Yahya bin Muadhi ka thënë kësaj, ai që ka moral të keq, ai ka bërë diçka, ka bërë një të keqe, që me të edhe të mirat e shumta nuk kanë vlerë. Pra nëse dallon për moral të keq, pastaj edhe ato vepra tjera të mira që i bën sikur mbesin në hijen e moralit të keq. Dhe ai që ka moral të mirë, që dallon për sjellje të mirë, ai ka bërë një të mirë që edhe mëkatet, gabimet e shumta mbesin në hijen e kësaj të mirë. Pra kush dallohet për moral të keq, në fakt nuk do t'i bëjnë të mirë, nuk do t'i bëjnë dobi të mira që i ka bërë, sikur që kush dallon për moral të mirë, nuk do t'i bëjnë dëm të këqija që ka bërë. Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroft, moralin e keq e ka parë sinonim të hipokrizisë. Ne veç aluduam më parë kur folëm tek gënjeshtra se është prej shenjave treguese të hipokritëve, dhe këtë me tekst nga Muhamedi alayhis salatu wassalam. Hipokriti, siç ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, kur flet gënjen, kur i lihet kur premton nuk e mban fjalën, dhe kur i lihet diç në amanet, në besë, ai tradhton. Prandaj morali i keq si tërsi mund thuhet se është një lloj ekuivalenti me hipokrizinë, është një lloj sinonimi i saj. Për këtë arsye Muhamedi alayhis salatu wassalam e ka urryer moralin e keq dhe na ka bërë thirrje që ne të largohemi prej tij për shkak të pasojave të mëdha që mund të ketë. Ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam: "Wa inna abghadakum ilayhi
wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Në vërtet, njerëzit që për mua janë më të urryerit dhe që në ditën e llogarisë do të jenë më së largu meje, janë ata që kanë moralin më të keq. Pra, sa më i thellë të jetë në moralin e keq, aq më larg Muhamedit alayhis salatu wassalam, aq më larg ndërmjetësimit të tij, aq më larg shefatit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Morali i keq, siç është përshkruar në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, ka pasoja të shumta, ka dertin, brengën, hallin, por ka për pasojë edhe falimentimin nga të mirat. Ai që bën keq, ai që shan, ai që merr për gojë të tjerët, ai pra që dallohet për moral të keq, ai në ditën e llogarisë do të jetë i falimentuar, nga se të mirat që ka bërë do t'i merren dhe do t'i dhurohen atyre që ai ka dëmtuar me fjalët e tij. Ose nëse nuk ka të mira, do të merren të këqijet e këtyre të dëmtuarve dhe do t'i hedhen këtij moral prishuri. Prandaj ai që ka moral të keq nuk mund t'i tërheqë shpirtrat, nuk mund që të fitoj zemrat dhe simpatinë e njerëzve. Prandaj edhe nuk mund që të bëhet lider, nuk mund që të bëhet figurë unifikuese, figurë përbashkuese. Këshilla e fundit e Ahnefit ka të bëjë me një tipar të rrezikshëm me Lelin, i cili nënkupton, e kemi përkthyer si i padurueshëm, mirë po që ka një kuptim më të gjerë. Ahnefi ka thënë mos e shoqëro njeriu e padurueshëm, sepse ai nuk njeh vllazërinë. Ky njeri është personi pa përmbajtur, personi i cili nuk ka durim, personi i cili ndryshon nga qasti në qast. Për një moment mund të duket si mik dhe brenda një qasti shndrohet në armik, shpërthen. Është personi që nervozohet shpejt. Është personi i cili ndërron humorin, i cili dëshpërohet. Është personi i cili nuk mund të vazhdojë gjatë me lidhje dhe me raporte. Prandaj Ibn Hazmi, Allahu e mëshiroft, ka thënë asnjë njeri nuk bën që të jetë shok me këtë njeri, sepse për të nuk ka vëlla. Ai nuk e mban fjalën dhe nuk mund ta përballoj dot afërsinë me të tjerët. Pra është i tërhequr, është i izoluar, është dikush i cili nuk mund që të qëndrojë gjatë me të tjerët, nuk mund që të krijojë raporte stabile, nuk mund që të ketë një vllazëri të vazhdueshme me të tjerët. Madje është thënë se ky vuan edhe nga mungesa e opinionit, mendimit, idesë për çështje të caktuara, sepse nuk ka asgjë të rëndësishme për të. Pra nuk ka asgjë që ai merret me të, ai e preferon heshtje më shumë se sa që të flet. Është i pakënaqur me jetën e tij, prandaj ankohet së tepërmi dhe për çdo gjë. Dietarët kanë dhënë edhe këshilla se si duhet veprojmë me këtë njeri. Është thënë se ne duhet ta mbajmë në distancë. Pra as të afrohemi me të, sepse nuk mund të vazhdosh me të, por as edhe të shkputemi tërësisht për të, nga se shkëputja mund të ketë pasoje. Ibn Hazmi ka thënë se fakti që këta njerëz afrohen shumë shpejt, por edhe largohen shumë shpejt, na bën që ne të mos kemi besim në ta, prandaj edhe nuk duhet që t'i shoqërojmë shumë. Për shkak se këta njerëz shpërthejnë emocionalisht, për shkak se këta njerëz janë të papërmbajtur, zemrohen shpejt, atëherë mënyra se si ne duhet i trajtojmë këta është që të mos i provokojmë. Nëse i shohim në një gjendje të atill, bëj mirë që të tregohemi të butë me ta, të sjellshëm në mënyrë që të mos provokojmë zemrimin e tyre. Këto ishin
këshillat e Ahnefit, cilat para nesh kanë shpalosur disa antivlera, cilat janë të rrezikshme, cilat ne duhet t'i shmangim në mënyrë që t'jemi besimtar të dalluar, por duhet t'i shmangim edhe ata që dallojnë për to cilësi, sepse pasojat do t'jenë të mëdha. Prandaj ne elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu të na mundsoj të jemi të ruajtur dhe të mbrojtur për këtyre tipareve në mënyrë që të mos e psojmë keq. Deri në takimin tonë të radhës, Allahun elusim që Allahu të na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.